Kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi do të padisë për shpifje raportuesin e Këshillit të Europës Dick Marty. Lajmin e ka konfirmuar vetë Thaçi në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Sipas tij, Marty nuk mund të shpëtojë në asnjë rrethan drejtësisë pas shpifjeve që ka adresuar ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj. Thaçi nënvizoi se nuk është hera e parë që deputeti zviceran punon kundër Kosovës, pavarësisë së saj dhe prosperitetit të shqiptarëve. Një shpifje e kulluar që pretendon inkriminimin e dy shteteve, shtetit e Kosovës dhe shtetin e Shqipërisë. Dick Marty duhet të përgatisë avokat të mirë nëse do të mund të gjenë të tillë për ta mbrojtur, sepse në asnjë rrethon Dick Marty nuk mund të ikë drejtësisë për këtë shpifje, mund të them, të kulluar. Qëllimet e këtij raporti janë dëmtimi i imazhit të shtetit e Kosovës dhe popullit e Kosovës dhe gjithë shqiptarëve në rajon, ngadalësimi i njohjeve të pavarësisë së Kosovës, bllokimi i fillimit të bisedimeve Kosovë-Serbi, si dhe pengimin e ndërtimit të institucioneve të dalura nga zgjedhjet e 12 dhjetorit, pra është ndërhyrje politike. Akuzat për trafik organesh nga ushtria çlirimtare e Kosovës janë cilësuar si të qëllimshme, me synim për të dëmtuar imazhin e Kosovës.